Mbi 200 të rinj morën pjesë sot në panajirin e punës në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Shkodrës. Të pranishëm në këtë panajir ishin 52 kompani me ofertet e tyre për punësim. Panajiri i punës dhe karrierës ka si qëllim punësimin e studentëve, prezantimin e tyre me ofertën e punës, gjithashtu edhe krijimin e urave bashkëpunuese ndërmjet universitetit, subjekteve private, ashtu edhe shtetërore. Sot në këtë panajir janë paraqitur 52 subjekte private dhe shtetërore, pra kompani të ndryshme, dhe kërkesa që është bërë, pra që kanë aplikuar student për të marrë pjesë, është mbi 200 student. Të ftuarit në këtë aktivitet e vlerësuan panajirin si një mundësi shumë të mirë bashkëpunimi mes biznesit dhe studentëve për zhvillimin e tregut të punës. Për studentët është një mundësi e shkëlqyer, siç thash më sipër, që të kenë një panoramë të qartë të kësaj gjeografie të bizneseve në qarkun e Shkodrës dhe përtej. Kam përsëritur disa herë, nuk është numri të diplomuarve. Fuqia një institucioni akademik, pra një institucioni të arsimit lartë, siç është universiteti, në këtë rast Universiteti i Shkodrës Luiz Garakuqi, është numri të punësuarve. Në këtë kuadër dëshiroj të ftoj të gjithë të rinjt mbi moshën 18 vjeç të përfitojnë nga mundësia që ofron skema granteve e shpallur nga Bashkia Shkodër, një praktikë shumë e mirë që vjen për të dytin vitrallëzi. Ato kanë mundësi që të aplikojnë dhe t'u afrohet një mbështetje financiare deri në 500.000 lekë për çdo aplikim të suksesshëm. Unë do të flas shkurtimisht vetëm për 3 programet kryesore që mendoj që mund jenë më praktike për ju, siç janë praktikat profesionale. Ne vetëm dje kemi filluar 19 praktika profesionale që quhen apo ndryshe internship-e tek Spitali Rajonal Shkodër. Një program tjetër i cili quhet nxitja e punësimit, është një program 1 vjeçar, po ashtu edhe ai është shumë i nevojshëm sidomos për studentat dhe për personat që janë pa punë për të hyrë në tregun e punës. Një program tjetër quhet vetpunësimi apo sipërmarrja duke financuar startupet e reja. Ndërsa i ftuar në këtë panajir ishte edhe sipërmarrësi Bledar Lahi, i cili mes të tjerave inkurajoi të rinj që të qëndrojnë në Shkodër dhe të punojnë për të ardhmen e tyre. Progresi juaj, karriera juaj i shërben edhe këtij vendit dhe është shumë e rëndësishme që të punojmë këtu, të jetojmë këtu, të shërbejmë vetes. Në këtë kohë kena shërbyer edhe qytetit, kena shërbyer edhe vendit dhe besimin në Zot. Ky panajir synon të jetë një urlidhse mes bizneseve dhe studentëve të Universitetit të Shkodrës. Zhvillimi i panajirit synon gjithashtu të krijojë mundësi që studentët të zhvillojnë praktika profesionale.